E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Historinë ma ka shkruar njëra nuse e kësaj familjes, që me patjetër unë do ta lë anonim, për të treguar se çfarë në fakt ju ka bërë vjera e saj. Dy kunata të cilat kanë kaluar shumë mirë, që unë mendoj këto vjerat që kanë fatin nuset ju kalojnë mirë, duhet të jenë të lumtura, por te kjo vjera nuk pas ka qenë kjo gjë. Pas ka patur krejtësisht mendim tjetër për nuset e saj. Jemi dy kunata, dy gra që u futëm në të njëjtën shtëpi me shpresë, me dashuri dhe me ëndra të pastërta. Asnjëra prej nesh nuk e mendonte se dhimbja më e madhe nuk do të vinte nga jeta, as nga burrat tanë, por nga ajo që duhej të ishte nëna e jon dhe vjera e jon. Kur u martova, më thanë se shtëpia e burrit është shtëpia jote. E besoja. U futa në atë derë me kokën e ulur, me respekt, me durim. Kunata ime kishte ardhur më herët në këtë familje. E shikoja realisht si kur të ishte motra ime, si shoqe, si mbështetje. Ishim vërtet dy gra të reja, të ndryshme në karakter, por me një fat të përbashkët. Jetonim nën të njëjtën çati, nën hijen e një gruaje që realisht nuk e donte paqen. Në fillim vjera buzëqeshte, fjalë të ëmbla përpara nesh, por pas shpine fjalë që të helmonin shpirtin. Do ta kujtoj një moment kur një ditë më thoshte mua: "Ti je më e mira, ajo tjetra është dembele." Tani ditën tjetër i thoshte asaj: "Ajo e reja po të merr vendin, po të bën shumë keq." Fjalë, vetëm fjalë, por fjalë realisht që të hapnin plagët në shpirt. Ne nuk e kuptonim menjëherë. Mendonim se ishin keq kuptime, lodhje, nerva. Derisa filluan përçarjet. Një gotë e thyer bëhej shkak për grindje. Një fjali e thënë ndryshe kthehej në luftë. Ne filluam të shihnim njëra tjetrën me dyshim, me heshtje edhe me shumë ftohtësi. Vjera na shikonte edhe heshte, por në sytë e saj realisht kishte një fitore. Ajo nuk e duronte dot që ne të ishim të bashkuara. Nuk e duronte dot dashurinë mes nesh. Nuk e duronte faktin që bitë e saj na donin. Xhelozia e saj nuk ishte për bukurinë tonë, por as edhe për rinin, por edhe për vëmendjen. Për dashurinë se ajo mendonte se po ja merrnim. Na vinte përballë njëra tjetrës së pa u dukur fare. Një fjalë sot, një trill nesër, na mbushte mendjen se tjetra po fliste keq, po bënte plane,
po na e donte të keqen. Dhe ne të lodhura, të ndjeshme, filluan që t'i besonim asaj. Shtëpia u mbush me heshtje. Nuk qeshnim më, nuk hanim bashk, çdo ditë ishte një bar. Netët i kalonim me lot të fshehur në një astëk, që burrat mos të na dëgjonin. Kur nata ime filloi që të smurej nga mërzia, unë fillova të mbyllesha në vetvete, thot. Vjera na shikonte duke u shuar ngadalë dhe nuk ndalonte në asnjë mënyrë. Një ditë shpërtheu gjithçka, një debat i madh, fjalë të rënda, akuza që realisht nuk ishin të vërteta. Ne u lënduam aq shumë sa menduam se nuk kishte më kthim nga pas. Burrat u futën mes nesh dhe shtëpia realisht u kthye në ferë. Dhe atëherë ne të dyja e kuptuam të vërtetën. Fjalët nuk kishin dalë nga ne. Helmi nuk ishte yni. Ishte mbjell me kujdes ditë pas dite. Nga dikush që na donte të ndara, të dopta dhe të vetmuara. Ulëm përballë njëra tjetrës, pa vjerën, pa zëra të tjerë, vetëm dy gra të lodhura nga dhimbja. Qam, i treguam gjithçka, çdo fjalë që na ishte thënë, çdo dyshim dhe çdo lot. E vërteta realisht doli si një plagë e heshtur. Ishim viktima të xhelozisë, viktima të një gruaje që nuk donte paqe në shtëpinë e saj, sepse paqja nuk i jepte pushtet. Sot ne ende jetojmë me pasojat. Besimi nuk shërohet lehtë. Plagët nuk mbyllen shpejt, por të paktën e dim, nuk ishim armiqe. Ishim dy kunata që u desh të kalonin në përfer për ta kuptuar se armiku i vërtet ishte përçarja. Tani, këtë rrëfimin ne e kemi shkruar për çdo grua që jeton në një çati ku xhelozia vishet si dashuri, ku fjalët elmuese shkatërrojnë familje dhe ku heshtja vret më shumë se bërtima. Sepse ndonjëherë dhimbja më e madhe nuk vjen nga jashtë. Vjen nga ata që thonë se janë realisht familje. Më thënë, kjo është letra që këto dy nuse e kanë shkruar rrëfimin e jetës së tyre për malltretimin që u ka bërë vjera e vet.